Përshëndetje, uroj të jeni mirë të gjithë. Vijojmë sërish me mësimin e radhës. Tema që do trajtojmë sot është trashëgimia natyrore dhe kulturore e Alpeve shqiptare, popullimi dhe ekonomia e tij. Nxënësi në këtë temë evidenton veçoritë e trashëgimisë natyrore dhe kulturore të Alpeve shqiptare, përshkruan popullimin e hershëm, evidenton dinamikën e popullsisë dhe strukturën e saj, analizon zhvillimin ekonomik të këtij nën rajon. Këto janë rezultatet e të nxënit të temës mësimore. Fjalët më kryesore që do na shoqërojnë gjatë trajtimit të temës janë trashëgimi natyrore kulturore, popullimi i hershëm, dinamikë dhe strukturë popullsisë dhe ekonomi. Burimet e informacionit për trajtimin e temës janë marrë nga teksti gjeografi klasa e 9, foto, harta dhe interneti. Para se fillojmë me trajtimin e temës, diskutojmë së bashku. Potencialet natyrore dhe kulturore të popullsisë që jeton në Alpet shqiptare i identifikojnë ato si një nga hapësirat më panoramike dhe madhështore të Republikës së Shqipërisë, duke nxjerrë në pa vlerat turistike të këtij nën rajon. Atëherë, duke parë fotot e mëposhtme, diskutojmë mbi njohjen që kemi për elementet e trashëgimisë natyrore dhe kulturore të nën rajonit verior ose Alpeve shqiptare. Ja tek i kemi fotot, të cilat po i shikoni në ekranin tuaj. Fokusi kryesor te këto foto është pikërisht tek natyra dhe tek kultura. Pamjet që janë paraqitur janë me vlera unikale dhe dallojnë mjaft mirë natyrën e veçantë të Alpeve, kontrastet e relievit, format e ndryshme të tij si malsi, lugina, vlloqe malore, liqene apo lumej. Madje, nga temat që kemi studiuar më parë, mund të përmendim dhe disa prej tyre. Për shembull, bloku i Jezercës, lugina e Valbonës, lumi i Gashit, disa qendra të rëndësishme turistike si Vermoshi, Pepi apo Rasma. Këtu tek kjo fotoja këtu, një element i veçantë është kjo ndërtesa në trajt kulle prej guri me këto dritaret e vogla. Gjithashtu, duket që banorët festojnë në mënyrë tradicionale. Spikat tek kjo fotoja, folklori, duke përfshirë këtu këngët dhe vallet popullore, madje këtu jam e bindur që do përmendni edhe një nga vallet tradicionale të Alpeve, që është vallja e Tropojës. Punimi i drurit është pjesë e trashëguar e artizanatit në Alpet shqiptare. Gjithashtu, spikat edhe arti veçantë i gatimit, ku ndonjëri për jush do përmendte edhe flim, si një gatim tradicional i Alpeve. Si shikoni, duken edhe veshjet popullore, të cilat janë shumë të veçanta për këtë nën rajon. Të gjitha këto janë vlerë unike e këtij nën rajon. Këtu kemi hartën fizike të rajonit verior dhe verilindor, dhe ne sot do fokusohemi pikërisht tek nën rajoni verior ose Alpet shqiptare. Këtu keni dy tabela, të cilat bëjnë fjalë për pikën e parë të temës, që lidhet pikërisht me trashëgiminë natyrore dhe kulturore të Alpeve shqiptare. Këtu kemi kategori, për shembull, aty ka rezervat strikt natyror, siç është lumi i Gashit, pra zonë mbrojtur, park kombëtar, Pethi dhe lugina e Valbonës. Tu do ta vinim tekstin pak tek një projekt, Parku Kombëtar i Paqes, i cili është një bashkëpunim midis Republikës së Shqipërisë, të Kosovës dhe të Malit të Zi. Ky bashkëpunim përfaqëson një simbol qetësie për rajonin e Ballkanit, duke nxitur në këtë mënyrë bashkëpunimin e mëtejshëm rajonal, si dhe duke ndihmuar në mbrojtjen e mjedisit dhe zhvillimin e turizmit dimror dhe të atij veror. Ndërsa këtu kemi trashëgiminë kulturore, i theksuam edhe më sipër, folklorin, veshjet karakteristike, artin e gatimit, artizanatin, mikpritjen. Gjithashtu pjesë e saj është dhe arkitektura, ndërtesat tip kulle me çati të tjerë dhe dritare të vogla, ose festat tradicionale, dhe një prej tyre është edhe festa e logut të Bjeshkës, që zhvillohet në Malsinë e Madhe, ose siç e keni parë në emisionet televizive, Miss Bjeshka. Kjo ishte për sa i përket trashëgimisë kulturore dhe natyrore të këtij nën rajon.
Këtu kemi një pikë tjetër që lidhet me popullimin e hershëm të Alpeve shqiptare. Do bëjmë pak një lidhje cross-kulturale me lëndën e historisë dhe do theksonim që ky në rajon, pavarësisht relievit të ashpër dhe klimës së ftohtë të tij, ai është populluar në mënyrë të përhershme. Më së shumti popullohen në lashtësi nga fisi i lirë i Labeatëve. Këtë e vërtetojnë gërmimet arkeologjike në Nika i Mërtur, që kanë zbuluar qytetin e Rosunjës, që i përket shekullit 4 para Krishtit, si një qendër administrative, bujqësore dhe tregtare. Gjithashtu, një qendër tjetër e zbuluar, kjo në një periudhë më vonshme të mesjetës, shekulli 13 deri 15, e cila ndodhej në jugperëndim të Alpeve dhe është Drishti. Të gjitha këto tregojnë popullimin që ka patur ky rajon që në lashtësi. Vim tek një pikë tjetër po aq e rëndësishme, dinamika dhe struktura e popullsisë. Kur kemi trajtuar rajonin perëndimor, kemi trajtuar dy periudha në lidhje me dinamikën e popullsisë dhe pikërisht atë të vitit 1945-1990, ku këtu flasim për rritjet popullsisë dhe për dënësi të lartë. Kjo vinte për shkak të zbatimit të politikave demografike që ishin në favor të lindshmërisë. Ndërsa, pas viteve 90, numri i popullsisë pësoi rënje dhe kjo erdhi si pasojë e emigrimit dhe e uljes së lindshmërisë. Këtu kemi listuar faktorët e lëvizjes së popullsisë, të cilët i kemi theksuar dhe në temat e mëparshme, e drejta e lëvizjes lirë, kërkesat për punësim, shkollimi dhe shërbimet, mungesa e tokës bujqësore. Kalojmë në një pikë tjetër të rëndësishme në lidhje me dënësinë e popullsisë. Dënësia mesatare shkon në 36 banor për kilometër katror, sigurisht që është e shpërndarë në mënyrë të pabarabartë për shkak të vetë relievit të këtij në rajonit. Përqendrimin më të madh ka kryesisht në tarracat dhe zgjerimet lumore dhe në shpatet të cilat kanë pak tjerësi. Më e populluar është lugina e Valbonës dhe e Shalës. Vim tek struktura e popullsisë. Grup mosha është e njëjtë me atë që kemi në shkallë vendi. Vendbanimet janë kryesisht rurale, të vogla dhe shkojnë deri në lartësinë 800 metra apo diçka më shumë. Këtu banesat janë në trajt kulle, ndërsa popullsia urbane zë 12% dhe qyteti i Bajramcurit dallon për përqindjen më të lartë të saj popullsie. Këtu kemi ekonominë me fokus turizmin, blegtorin, ekonominë hyjore, bujqësinë, mineralet, transporti dhe artizanati. Le t'i marrim me radhë, ndalemi tek turizmi. Kemi theksuar që në fillim që larmia e kushteve natyrore të Alpeve mundëson zhvillimin e turizmit në çdo stil. Një nga turizmet e veçanta të këtij në rajoni është turizmi ekologjik, i cili lidhet me udhëtimin në zonat natyrore të paprekura për të kuptuar historinë natyrore të mjedisit dhe sidomos kjo ndodh gjatë periudhës së ngrohtë kur ka gjelbrim kudo, ka bimësi shumë ngjyrshe, ajër të pastër. Pra është një pushim emocionues dhe edukativ i dobishëm edhe për njerëzit e vendit mikpritës. Gjithashtu i zhvilluar këtu është edhe turizmi i bardhë, si dhe sportet dimrore, ai alpinizmit. Qendrat më të rëndësishme turistike janë Razma, Valbona dhe Thethi. Vim tek një deg tjetër që është Blegtoria. Ky në rajon ka reliev kryesisht malor, ka kullota alpine, njerëzit kanë shumë traditë në degën e Blegtorisë dhe këto e mundsojnë zhvillimin e kësaj. Qendrat më të rëndësishme blegtorale janë Thethi dhe Valbona, të cilat janë dhe qendra të rëndësishme turistike dhe dallojnë për përpunimin e produkteve blegtorale. Ekonomia bujqësore nuk është shumë e zhvilluar, pasi ka mungesë të tokës së punueshme. Megjithatë, këtu kultivohen patatet në Vermosh, gështenjat në Margegaj, kumbulla në Tropoj, përsëri në Margegaj, Nika i Mërtur. Gjithashtu banorët merren edhe me kultivimin e drithrave dhe të fasuleve. Ekonomia pyjore mbështetet në sipërfaqet e mëdha pyjore, që janë të përqendruara kryesisht në hapësirat me shpate malore. Vim tek mineralet, e kemi mësuar që tek ndërtimi gjeologjik
që ky në rajon ka pasuri polimetaleve, të boksideve, të gurve gëlqëror për ndërtim. Transporti, vitet e fundit, janë bërë investime infrastrukturore si në Thep dhe Valbon, për arsye se këto janë dhe atraksione turistike. Një deg tjetër është dhe artizanati, prodhohen veshjet popullore, bëjnë punime prej druri, vegla muzikore si sharki, çifteli, lahut, apo punimi i xixhadeve. Tu keni hartën ekonomike të rajonit verior dhe verilindor dhe fokusin kryesor do e keni pikërisht tek nën rajoni verior ose Alpet shqiptare. Tu keni disa pamje përsëri ilustrative në lidhje me natyrën e Alpeve dhe këtu kemi përsëri trashëgimi kulturore me fokus kryesisht tek arti i gatimit, i aveflia që e tham në fillim, tek festat tradicionale dhe veshjet tradicionale të këtij në rajoni, tek artizanati, punimi i xixhadeve, tek vallja, pra folklori. Gjithashtu këtu është edhe qyteti i Bajramcurit, që kishte përqindjen më të lartë të popullsisë urbane. Detyrë shtëpie do përgatitni një klaster për ekonominë e Alpeve shqiptare sipas sektorëve të ekonomisë. Kjo ishte edhe tema për sot. Ju uroj një ditë të mbarë dhe takohemi në orën tjetër. Faleminderit.